Është super, është fantastike, një roze nga Lajthiza për të nisur mbasditën, si aperitiv mbasdite, patjetër edhe produktet e tjera të Lajthizës. Mirë po, mëngjesin e hershëm mund ta nisni me vajin premium të Musait. Një lug vaj ulliri në mëngjes, më kanë thënë që është fantastik. Më ftet ta provoni. Sot nisim një rubrik të re. Një rubrik ku, me qënë se jemi në okult, patjetër që do të flasim për konspiracionet, të vërteta apo jo, ato do ta shohim për gjatë gjithë kohës që do të jemi së bashku këtu në okult. Çdo javë do të jetë me mua Kate Preza, Kedi TikTokut, dhe jo vetëm tashmë, Kate, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Që nga era e fundit që unë dhe Kedi ishim në këtë tryez, ku bëm një intervistë shumë të këndshme, me shumë energji pozitive, pas bisedës tonë vendosëm që unë të hap një rubrik të re, një podcast të ri këtu në okult, ku Kedi do të jetë i ftuar i im për të folur pikërisht për të gjitha temat e aktualitetit. Është e zakonshme të quhen teori konspirative. Do ta shohim, janë konspirative apo janë të vërteta, do ta vërtetoj koha apo jo, Kedi? Kohët e fundit nuk e dia na kanë ngel më ç'a mund të quajmë teori konspirative. Kanë ngel vetëm pak. Shumica u vërtetun. Kështu që po flasim për konspiracion, po flasim tani për aktualitetin modern. Nuk ka gjë, lindin të reja çdo ditë që kalon. E vërtet. Nuk jem më së ritme. Çështja kryesore që është gjëja më shqetësuese për ata që janë të interesuar për të ndjek lajmet, për të ndjek zhvillimet globale, është pikërisht lufta. Lufta që po zhvillohet mes dy fuqive të mëdha, Izraelit shëbaz dhe Iranit, edhe të gjithë pastaj problematikat apo gjithë pasojat që ka sjell, qoftë ato ekonomike apo edhe përfshirje të vendeve të tjera, se pati një zgjerim, le të themi, shumë të madh lufta. Ke frikë ti se do të ketë një luftë më të madhe, ta nis nga ty një herë? Personalisht. Po. Është mashtrim mos pa thonë jo. Domethënë më duket vetja sikur i shoh kështu planet më përpara, por nuk është se mund të bëj gjë për të ndaluar. Frikë sigurisht, kam përshtypjen se mund të injorohemi, domethënë ne Ballkanin përgjithësi, jo vetëm ne, mund të injorohemi, mund ta krijojmë probleme të tjera mes Ballkanit, domethënë siç ka ndodhur gjithmonë në 12-ën edhe në Po ç'a probleme është për shembull? Reaksioni zinxhir. Domethënë futja e Amerikës në luftë me Iranin mund të shkaktojë që të shkëputet nga NATO dhe pastaj bla bla bla, shkëputet NATO nga struktura e fuqishme që ka dhe pastaj krijon probleme mes Ballkan, si më thon Serbia versus Shqipëria versus Bosnia. Pra do na vjen sulme thua ti nga anë të tjera. Reaksion zinxhir. Po pse ti mendon që NATO është në pikën e tij të fundit? Unë mendoj se NATO është thjesht një teori konspirative në vetë, domethënë mendimi im personal. NATO nuk ka ekzistuar ndonjëherë. Domethënë nëse shihni historinë e NATO-s të vetmet operacione ushtarake serioze ka qenë në goditja e Jugosllavisë. Po. Edhe është, si thosh, gjysma e Europës që ishte kundër Jugosllavisë. Përfshi dhe Amerikën. Nuk kishte shanse si të krahasojmë Mike Tysonin me një fëmijë. Ndaj unë. Kështu që nuk është testuar asnjëherë, domethënë ka pas vetëm operacione në lindjet mesme, por nuk edhe ato kanë qenë kështu no match. A mendon ti se kjo luftë do e nxjerrin pa gjithë problematikat që mund të ketë NATO, edhe këtë që thua ti, domethënë. Gjithë themelet e dobta që ka pas gjithmonë. Do të lënë pa nga kjo luftë. Qofse shkëputet Amerika, është shumë më serioze se ç'mendojnë gjithë njerëzit. Pse ç'a implikimesh ka? Ka mundësi të futemi kundër Amerikës, në qoftë se do po. Po ne jemi alati më i fuqishëm, më i përhershëm, më besnik i Shteteve të Bashkuara. Shqipëria kështu ka qenë, të paktën. Është gjithçka fasad. Nuk jemi aleat, thua ti. Nuk ka aleat, nuk ekziston fjala aleat, është gjithçka fasad. Është gjithçka interesi i momentit. Janë interesa. Po mirë, ne nga ana jonë, ne si shqiptar po flas tani, pavarësisht ç'a mendon ai tjetri. Po ne nga ana jonë vërtet e kemi ndier aleancën, edhe e kemi besuar, i kemi kërkuar ndihmë në çdo moment, jo vetëm për çështjen e Kosovës, flas edhe ne si territor shqiptar. Nuk do të harrojmë edhe faktin që kanë qenë ata që e kanë shkaktuar problemin që në fillim. Kë problem? Problemin që ka te Kosova, problemet në Ballkan, problemet e destabilitetit, sherr mes njëri tjetrit, problemet ekonomike që shohim sot e kësaj dite. Janë shkaktuar nga ata, dhe pastaj të vinë dhe të thonë si shok i mirë që janë, të japin dorën
Do marrësh marrëveshjen time se tash është vetëm mundësi që ke. S'ke alternativë tjetër. S'kem që para se të fillote njerëzimi. Kjo është ajo që kjo është mënyra si e sheh ti. Po mirë, nëse fillon kjo luftë, domethënë, lufta ka filluar, pavarësisht se nëse zgjerohet edhe ç'a do bësh ti? Unë personalisht. Po, ta marrin vesh ke një bunker, je në tentativa për të bler. Shqipëria është e famshme për bunker. Po, pra, me shpresë. Nuk e di, Kostan, me të thënë të drejtëm. S'ke një plan, ka shpëtimi. Duke pat kaluar vetëm Zvicra ka qenë vend i sigurt. Që është vend, nuk është shtet, është thjesht një bankë shumë e madhe ku jetojnë dhe njerëz brenda. Po që në rast të luftë, gjëja parë që do bëhen do mbyllen territoret, do mbyllen kufit, nuk ka mënyra kalimi gjëra të tilla, kështu që toksor dhe ajror. Mendon. Po. Kështu që i bie që ç'a të bëjmë, do marrim kallashin, do mbrojmë Trojën, se nuk e çfarë tjetër. Nga kush do t'i mbrojmë Trojën? Qofse do duhet t'i mbrojmë. Dyshimi im është nga Serbia. Nga Serbia. Po pse ka Serbia interes për të përsërisi këto situata? Është e mallkuar, domethënë kushdo që i ka ndarë territoret e Ballkanit ka vendosur një mallkim aty brenda që nuk mund të evitojmë. Kjo në ana ezoterike e thua këtë apo praktikisht vërtet? Nga të dyja. Mallkim jo me kuptim literal, mallkim, po është një mënyrë si është ndarë territori, është një destabilitet që pritet të ndodhi. Domethënë jemi mirë tash për momentin, jemi mirë me 100 palë thonjza, bëjmë sikur jemi aleat, sikur kemi bashkëpunim, sikur kemi tregti mes njëri tjetrit. Në dhënë një rast, domethënë është një pjesë e Bosnjës që quhet Republika Serbska. Po. Për cilën ka gjithmonë konflikt. Është literalisht e mallkuar. Domethënë është thjesht pritet të ndodhi, është tik tak, mos ndodh në gjë tjetër, do ndodhi ajo. Mendon që do fillojë nga aty, nga Bosnja, konflikti që do përhapet në Ballkan? Po. Kam përshtypjen se ajo goditja e parë do jetë aty, në Kosovë. Shpresojmë të marrim ndihmën që na është premtuar nga kush do ta marrim? Po supozohet ta marrim nga shumë. Po supozohet kemi mbështetjen e Izraelit, të Shteteve të Bashkuara, të forcave të KFOR-it në Turqi. Problemi është se nëse shihni atë hartën e personave që shkaktojnë luftën, që janë izraelitët, paktën sipas mendimit tim. Nëse shihni hartën Greater Israel, që është plani i tyre, është test, nuk e pranojnë në publik, vetëm në lajme izraelite në gjuhën e tyre. Dhe kanë të shpatulla e ushtarëve të tyre. Kanë një hartë që nuk është harta e Izraelit, është harta e Izraelit në të ardhmen. Është Izraeli biblik, si duan ta bëjnë ndonjëherë. Izraeli siç është premtuar Mojsiu dhe Abrahamit. 3000 vite më parë. Më shumë, 3600. Dhe ajo përfshin pjesë nga Arabia Saudite, që mund t'i falet, përfshihet tokë nga Lebanoni, që po merret tash për shkakun mos gaboj. Po është edhe një nga Nili në Eufrat. Vogël e Turqisë aty. Domethënë për atë cifrën e vogël të Turqisë do bëhet nami. Për kë pjesë? Është një pjesë e Turqisë, në fund nuk e mbaj mend. Okej. Si zonë. Është thjesht në kufi me Sirin. Po. Është në kufi me Sirin. Nëse kap, domethënë shikon se si e kanë planin për hartën Greater Israel, ka një pjesë të vogël të Turqisë që do e marrin. Mbaj mend në fillim të presidencës së dytë të Trumpit, kur sapo erdhi, ishte momenti para se ta ratisej Asadi që shkonte në Rusi. Pati një problem, le të themi, në Siri, dhe mbaj mend këtë deklaratë që bëri Trump, që mos u ngatroni, ne s'do ngatrohemi me Sirinë. Edhe më ngili në mendje se unë gjithë jetën me lajme ndërkombëtare jam marr dhe patjetër që më tërheq më një herë vëmendjen. Tani që e sjell ti në diskutim, po këtë copës të vogël në kufi mes kufirit me Sirisë dhe Turqisë, a mund të jetë aty vendi ku pritet shkaktohet dhe të plasi ajo që s'do askush të plasi lufta e madhe e tretë? Po pse? Aty është, sipas mendimit tim, aty është qendra, nuk e di. Është thjesht ashtu si e kanë në mendjen e tyre. Prej shumë kohë më parë, prej 1900-s, mos gaboj, më përpara. Po ka diçka të fshehtë, ka një portal që lidhesh me alien. Nuk mund ta dim. Apo ka një mineral të jashtëzakonshëm. Nuk bëhet për lek kjo. Nuk është arsye monetare. Është Izraeli importon, mos gaboj, më shumë diamante se të gjithë bashkë me Arabinë Saudite dhe nuk prodhon vetë. Kështu që nuk është problem leku. Nuk është se bëhet për faktor monetar kjo gjë. Është thjesht luftë spirituale kundër nesh.
Paktën si e shoh unë. Si është, më shpjego pak lutem. Luftë spirituale kundër nesh i bie që është shumë kollaj të bësh reset ose ti thosh njerëzve ç'a historie të dush ose ç'a zhvillimi teknologjik të dush në momentin që ndodh lufta, sepse bën reset gjithçka. Njerëzit kthehen në kafshërimin e tyre. Po, vetëm probleme tani. Në gjendje survival, në gjendje mbijetese. Dhe shqetësohen vetëm për problemet që kanë tani. Dhe në qoftë se bie fjala të them një rast, zhduket ose bie interneti, bie gjithashtu dhe 97% mos gaboj legëve botërore plus 75 deri në 80% e historisë që dim. Dhe do shtuket fare, do na tregojnë, jo neve domethënë atyre që vinë duan t'ju tregojnë një histori tjetër, thuat ti. Kjo është mënyra si bëhet reset. Thjesht i fut gjithë në luftë me njëri tjetrin dhe pastaj i thu ç'a të dush kur mbaron. Mund të thosh zhvillime teknologjike ose gjëra që i dim që ekzistojnë, i thuaj që nuk ekzistojnë dhe s'ka qenë kurrë vërtet, dhe fshin nga historia. Shtete që i fshin komplet nga historia. Nga këto videot që shoh unë edhe që dëgjoj apo nga çfarë kam lexuar, që kanë një përmbajtje më okulte, le ta quajmë kështu, ky reset është bërë disa herë, thonë, teoritë konspirative. Kjo sa të herë do jetë? O zot. Apo do bëj gjithmonë është ky njëjti plan, Nuk mund ta dim sa herë është bë. Ai shumë herë është bërë. Deri në vitin 1770 ekzistonte energjia faljas. Ja, një sekond, Kedi, më fal se ne do të kemi një intervistë tjetër pastaj dhe unë duhet i çoj të ftuarit locationin ku jemi ne. Dhe një intervistë fantastike. Edhe ja ti shkruaj të presim në studio. E mirë, kthehemi te lufta, na falni ju lutem për këtë shkëputje kaq të bukur. Riseti i madh, lufta që do zgjerohet, nuk ngelet vetëm lindjet mesme, po mirë si mendon, do shkatërrohet fare lindja mesme nga kjo luftë? Shanset janë po. Po kush ka interes të shkatërrojë lindjen e mesme? Ata që drejtojnë botën. Kush janë? Supozohet të jenë diku të 3 familje, se shofun, 3 familje që vendosin për gjithçka. Plus ata që kontrollojnë 7 sistemet financiare që kontrollojnë gjithë perëndimin. Janë 7 organizata kryesore, domethënë organizata totale i bankave, mund ta quajmë, ose organizata BlackRock dhe Vanguard. Janë thjesht 7 nga këto. Është fut OpenAI kohë të fundit. Po pra, po se këto thonë që bankat tani njëri tjetri. Po ka që është ekonomia. Bankat pritet që të shkatrohen, thonë se si sistem dalin jashtë funksionet. Nuk ka shanse. Jo. Thjesht do bëhen digjitale. Do bëhen digjitale. Do zhduket leku kesh nga qarkullimi. Ka mundësi ta nisin me ne. Domethënë jemi bë kështu si vend eksperimental, që thjesht provojnë gjëra. Mua më duket se Shqipëria ka qenë gjithmonë vend eksperimental, në gjykimin tim të paktën, edhe eksperimentet nga laborator për të provuar situata direkt në terren real, në realitet dhe pastaj për të implementuar. Ti mendon që ne do jemi të parët? Që çfarë do bëjmë? Do jemi gjithë me monedha digjitale? Po. Po ku do të ishim ne shqiptarët shumë? Ky nuk është një plan për ta bërë më të mirë Shqipërinë, nuk është thënë. Po, është plani për ta shkatërruar Shqipërinë. Të gjitha po ndodhin njëkohësisht. Plani Kalergi, që është një person që ka shkruar shumë kohë më parë, se si do zëvendësohen europianët e bardhë me indian, me Somali, siç po ndodh, siç po dje ose pardje mos gaboj doli ai ambasadori i Indis, tha do sjellim më tej për indian. Jemi sigurt që shumë shqiptar janë dakord me këtë. Kush është dakord me ju me këtë? Shumë dakord. Ardhmja duket shumë premtuese. Po, nuk ka asnjë asnjë moment që të kemi një optimizëm për shkak nga kjo luftë. Nëse ka ndonjë, lufta është gjithmonë një mos ndodh, po Shqipëria në këtë pozicion gjeografik që ka si geopolitik, nuk ka asnjë përfitim. Është e nevojshme, mund të jetë, domethënë target i dikujt, po që nuk për të bërë çfarë është target? Për të pushtuar, për të zhduk kushdo që është aty dhe për ta marrë tokën për vete. Po ç'e duan këtë tokë? Është e rëndësishme. Na kanë thënë gjithë jetën që nuk vlen Shqipëria, po është dalje direkte në mesdhe, lidhje me Afrikën, bie fjala direkt me trading që bën me diamantet. Floririn që marrin Floririn e Franca, për shembull, ose Anglia, që i marrin akoma sot të kësaj dite. Nuk është se nuk është vend i rëndësishëm, është thjesht i lënë pas dore.
Po i lën pasdore qëllimisht, apo i lën pasdore se edhe ne si jemi aq punëtorë dhe aq qëndrueshëm. Është i qëllimshëm gjithçka. Ka qenë më mirë para 10 vitesh se ç'është tash. Po. Sipas mendimit tim. Dhe gjithë planet po bëhen për largimin e të rive nga këtu. Janë ushtar potencial. Ato indianë të migrantë që po i sjellin këtu, ju ta garantoj që nuk do luftojnë për Shqipërinë. Dhe sigurisht që nuk do punësohen ose nuk do pranojnë të punojnë zjarr fiks për Shqipërinë. U fut në një ndërtesë që digjet për të shpëtuar një shqiptar. Kjo nuk do ndodhi. Po çfarë do bëjnë ata këtu? Mos gaboj, po bëjnë shkollë tani. Janë futur në universitet, a? Edhe në shkolla profesionale. Gjithë do bëhen doktor dhe inxhinier, sepse kemi nevojë. Okay, super, po. Më thoni se, sigurisht. E kuptova. Në fakt kemi nevojë sepse pjesa më e madhe e jona doktorë e inxhinier kanë ikur nëpër botë, nuk e kemë truri ka emigruar. Po kur vjen puna te lufta, një nga shqetësimet më të mëdha përveç se ku të shkojmë, a duhet ikim apo do na vinë një predh në Shqipëri? Do kemi ndonjë situatë të tillë, duhet gjejmë vend strehim, për shembull, është pyetja e parë. Për shkatërim në mas nuk dyshoj shumë. Nëse do bombardohet gjë, do bombardohet ajo gjëja në Gjirë të Lalzit, ajo e mujahedinëve. Edhe ajo me siguri do jetë false flag, flamur false, domethënë nga ato që i bien vetes për të hedh NATO-n në luftë me Iranin, kështu si padashje, duke përdorur Shqipërinë si urkalimi, si karrem. Kur mendon ti se do ndodhi shpërthimi më i madh i luftës? Qofse mund ta parashikosh nga gjithë lëvizjet që po ndodhin. Kam përshtypjen se brenda 2030-s duhet të jetë eskalu shumë. Eskaluar. Para 2030. Po mirë, po këto armpushimi, marrëveshja armpushimit këtu, zgjidhjet që propozojnë lider. Ke di që është me ironi. Çfarë thumi gocë? I shoh të gjitha si film. Si beson këto? Në të gjitha film. Janë versione të ndryshme, seri të ndryshme të njëjtit film. Nuk ka anë kundërshtare, ju garantoj që nuk ka, është thjesht një film që ta shohim ne. Po pse si është e vërteta ajo që shohim dot ne? E vërteta është siç ka ndodhur në luftën e dytë botërore. Kishte të jap një shembull, për shembull ka pas amerikanë që kanë dalë me pankartë në dorë në protestë, pse po shkojmë të luftojmë kundër Hitlerit, ai s'ka bërë gjë ne. Kjo ka ndodhur, domethënë po amerikanët u çuan gjithsesi. Ushtar. Është e njëjta gjë që ka ndodhur që në fillim njerëzimit, edhe ne na thonë që janë armiq me njëri tjetrin. Në fakt nuk e ka marrë vesh i pari të dytin, thjesht din çka ka thënë generali. Luftë me këta që janë me bluzë jeshile. Ne nuk do kemi nevojë për vend strehime, domethënë. Po ndodhi. Janë bunkerët. Po do kemi nevojë, do ketë Shqipëria përfshirje në luftë sipas ti, do i interesoj se nga gjithë ato që thua ti deri tani duket sikur nuk duan që Shqipëria të ketë përballje reale në terren me luftën. Duan ta ruajnë këto si territor ku të vinë vetë. Edhe të strehohen. Po nga ana tjetër ke frikë se mund të merren fëmijët tanë edhe të dërgohen si ushtar? Po, këtë e ke si frikë. Një diçka që të jep komfort është nëse shihni datat, mund të shihni shumë izraelit që po blejnë toka pafund në Shqipëri. Në Tiranë, në jug të Shqipërisë, edhe në Greqi. Edhe në veri. Këtë nuk e di. Kam dëgjuar në toka në Vlorë, për shembull në jug të Shqipërisë plus në Greqi. Dhe ishullin e sezonit e morëm. Dhe është premtuese se këto flasin fjalë të mira për ne, nuk është se i interesojmë shumë, nuk mund t'i japim çfarë na japin si mbrojtje. Po është bazë inteligjencë në Ballkan plus Kosova. Kjo është qëllimi pse ndan Kosova nga Shqipëria, nuk është reale ajo luftë që ka ndodhur. Është thjesht ziuni ju me ju, hajde, bum. Po pse kush është qëllimi që ndan Shqipëri nga Kosova? Është për ta bë e para për të ndarë shqiptarët, e dyta për të ndarë Jugosllavinë ndërkohë, që na uzum me njëri tjetrin sikur jemi me vërtet armiq, kështu më pëlqen ta them. Tani jemi, se nuk mund të harrohet historia, por që jemi bërë kot nga një faktor i tretë. Dhe arsye thua ti për të bërë. Ka ndodhur dhe më përpara, domethënë trazira në Ballkan, po për të njëjtën arsye, kanë qenë faktor të tretë që na kanë futur në sherrkot. Gjithmonë librat e historisë, librat e marrëdhënieve ndërkombëtare, shkencat politike, gjithçka që merret, pra çfarë është mainstream po flas, ajo zyrtarja, gjithmonë e konsiderojnë dhe e kanë etiketuar Ballkanin si një vend ku i paqëndrueshëm, njerëz që marrin flak, që zihet vllai me vllain, deri diku janë të vërteta se ne i kemi parë, po nga ana tjetër ti thua ne mund të ishim miq, mund të kishim bashkëpunim. Ka Ballkani frym bashkëpunimi. Ballkani bashkë do ishte superfuqi. Po, e vërtet, po të ishte, po a mundet ta bëj? Po të ishte. Në këtë fazë ku jemi tani, kam përshtypjen se plani i të ardhmes do jetë shumë më pak shtete.
Si imagjinonte. Territori komplet perëndimor do quhet thjesht Amerika, nuk do ketë Kanada, nuk do ketë Meksik. Këto Po duket ajo që drejt e saj po shtohet. Domethënë zgjerimi territorial i SBA-ve deri në gjithë perëndimin e largët. Po Europa ç'o ndodh me Europën? Në këtë pikë që është Europa. Irani duket sikur këtë kohë, të paktën nga kjo që po ndodh, ka pas një ndikim shumë të madh në Europë. Duket nga qëndrimet që po mbajnë shtetet europiane, gjithë BE-ja bashk, jo thjesht unë të paktën e shoh kështu, jo thjesht për të mos u angazhuar në një luftë që s'u takon, po edhe si një lloj suporti ndaj Iranit. Ti e lexon kështu? Po. Humanitarizëm. Si thash, dyshoj se, domethënë jam në fazën tash që dyshoj se kanë qeveri në këtë pikë ku janë, definitivisht nuk kanë drita. Bie fjalë, në qoftë se nuk kanë energji elektrike iranianët, normal nuk e dinë çfarë po ndodh fare. Dhe kur dalin këto lajmet, për shembull, unë i shoh me shumë dyshim që Irani dërgoi një raketë balistike drejt Turqisë dhe u ndalu nga NATO. Irani e bëri atë? E shoh me shumë dyshim, domethënë, jam i sigurt që populli i Iranit se ka iden në botë çfarë po ndodh. Ne e bëm këtë gjë, kushdo që ka drita më, po. Po pse s'ka drita? S'ka drita në Iran? Janë ndërprer. Jo në të gjitha zonat, domethënë. Po ndërprer nga kush? Nga Amerika. Nga Amerika. Po pse janë ndërprer nga Amerika? S'e kuptoj. Bie fjala, diçka që doli shumë pak në media është qyteti i Teheranit, që duhet të ketë diku te 8 milion banor, mos u bëj, janë godit facilitetet nukleare dhe të naftës, rashi aty. Nuk furnizohet më me energji. Për këtë arsye. Po aty shi acid, diku te 1 javë rresht. Edhe ajo ka pasojat menjëhershme, ka vdekjet menjëhershme, por nuk na kanë thënë gjë. Po të mendoj që qëndrimi europian është qëndrim thjesht humanitar, nuk është qëndrim interesash? Është thjesht një film. Edhe ai. Është thjesht një film. Po mirë më bëri se asgjë s'do besojmë. Kjo, gjitha gënjeshtrat, çfarë po bëjmë këtu në këtë botë? Më vjen kështu natyrshëm se njeriu ka nevojë të jetojë për nga që beson diçka. Të gjitha janë gënjeshtra? Politikisht po. Mund të thojë që shpresa vjen nga ne, se që vjen gabimi, fillon nga ne. Domethënë se të njëjtën gjë që mund të themi për policët që ndalojnë protestuesit që shkojnë në qendër. Po thot në politikë, por shumë nuk jam me njërën parti, po që nëse del aty dhe ankohesh për sa është rrit çmimi i naftës në Shqipëri, edhe të del një polic përpara, duhet kuptojmë gjithë që ai personi që ka dalë në qendër ka dalë dhe për policin, ka dalë dhe për të ardhmen e fëmijëve të policit. Kështu që problemi fillon nga policët, edhe nga ushtria, dhe nga njerëzit që zbatojnë planin e planshkruesve. Problemi fillon nga ne. Edhe është e njëjta gjë me ushtrinë amerikane, bie fjalë. Domethënë ky është thjesht një version tjetër i Karmic Retribution. Siç folim herën e kaluar, të tregojnë që presidenti është kokra e pedofilit. Edhe nuk ka gjërat më të këqija që keni dëgjuar ndonjëherë. Domethënë dhe gjërat, aktivitetet më plera që keni pa ndonjëherë, dhe askush nuk futet në burg. Kjo është politika mbar botërore. Doni të shkojmë në luftë? Po fillon nga ne, problemi fillon nga ne. Po dakord, po. Rasti tani, për shembull, jo për ta kthyer në debat, po hajde bëjmë çik debat. Se i kam qef polemikat në raste politike. Për shembull, një nga arsyet zyrtare, jo ajo që di unë, po nga arsyet zyrtare, siç doli në media, që fitoi Trump për herë dytë, ishte se premtoi që s'do ketë luftë, që çfarë tregon kjo sipas meje. Pavarësisht çfarë premtoi ai dhe e mban apo se mban ai. Tregon që një pjesë e madhe e të rinjve ja dhan votën sepse s'duan të shkojnë në luftë. Dhe bëjnë shumë mirë. Faleminderit Zotit që kanë ardhur këta të rinj që kuptojnë që s'kan pse të çojnë jetën dëm për interesa të fuqive të mëdha. Si do i çojnë luftë këta njerëzit që s'duan të shkojnë, se ka ikur ai brezi atyre meshkujve që burrave që shkonin luftë me vrap dhe shoqër që ka ikur, se s'kam pse, për mendimin tim. Pastaj, nuk e di. Unë prandaj të thash mendjen që ti çon luftë apo do i marrin zvarr. Unë prandaj të thash është film. Sepse nuk është qëllimi me vërtet të fitojmë kundër atyre. Nëse kemi për të fituar, fitohet me dron. Po pra, aq më tepër që çfarë skalloj si mjetesh, po. Nuk ka lidhje fare, domethënë gjithë qëllimi i luftës ka qenë gjithmonë për të bërë isete, për të vrarë 2, 3, 7, 10 milion veta dhe pastaj ta fillojmë nga fillimi me këto që kanë ngel. Po çfarë kuptimi ka kjo? Kur del situata jashtë kontrollit, ose ka del situata jashtë kontrollit? Kam përshtypjen se kanë bërë gabim të madh me internetin,
Sepse është vetë unë, për shumë, pa unë burr, është unë duke bë një video, duke thënë një informacion që mos e pëlqen të dëgjonin populli i gjë, kjo quhet shpërndarje e informacionit horizontalisht. Po. Jo vertikalisht nga shteti lajmet populli i gjë. Ata që janë lart e urrejnë këtë gjë, sepse është mënyrë revolte, kështu që mund të fillohet nga fillimi. Po mirë, sot për shembull në internet, me sa kam vënë re unë, se dhe unë kam përdorur TikTok-un, jam munduar për një farë kohe, se pastaj jam mërzitur, do kthehem prap. Kam kuptuar që edhe aty ka kontroll, nuk është aq e lirë, domethënë ai me një algoritëm të nxjerr ty fare, dje kishe 1 milion shikime, sot bëj çfarë duash, ke zero, domethënë nuk është se është kaq i lirë në gjykimin tim interneti. Po. Ka kontroll të jashtëzakonshëm që në çfarë shpërndahet, si shpërndahet, ku shpërndahet. Më duket sikur ky interneti biles është bërë brainwashing o lavatriçja e trurit më e madhe. Më e madhe që ka pa njerëzimi. Ti e mendon kështu? Dhe kjo është se do funksionojë më mirë propaganda me marrë ushtarët, se i marrin përmes internetit. Po. Arrihet më kollaj çdo. Janë ushtar më dobët, po janë dhe më dobët në tru për të thënë jo. Se mjafton të japin shumë lek ose t'i vënë pistoletën mba dhe të thonë hajde se është me detyrim. Se u bë në Amerikë. Po edhe kjo pjesa e kontrollit është me qëllim, o kësën, se ke vure këtë, si e quajnë këtë, noticing, big noticing, që të gjithë pa pritur të shi, po vem re gjëra që si kishim vure dhe tani. Unë kam 10 vjetë që i kam vure. The awakening, zgjimi i njerëzimit, po shojmë gjëra të reja, po ndjejmë, po downloadojmë gjëra të reja, biles na vinë kështu si zbulesa. Si shkarkim. Jo më sikur jemi të lidhë në prizë dhe po downloadohet i film për shumë të koka. Kjo është mbar botërore. E beson ti këtë? Është totalisht artificiale. Si është? Po të ishte këtë gjëra i ka thënë Alex Jones, i ka thënë Alfred Sako, domethënë, ka shumë vite. Un kam 10 vite që i di nga burime të tjera. Që po fakti që tash i di gjithë bota dhe grupet e pedofilëve që drejtojnë botën tash i bëhen akses si informacion nga gjithë bota është me qëllim, sepse po mundohen në para të mbledhin informacion kush është kundër tyre. Kjo është e rrezikshme, mos flasim, mos flisni, mos shkruani, mos u deklaroni, se po ju skanojnë, në? Regjistrim të dhënësh, kush në urren? Po që të në bëjnë në që të urrejmë? Mund të në bëjnë shumë gjërë. Për shumë. Atak në zemër artificial, për mes kullës më të afërt 5G. Oh my god, me vërtet. Faktor natural, po. Shiko, kanë qenë vitet 70 që kanë diçka që quhet armë atak në zemër. Kontrollojnë ato. Si jetohet jeta me këtë paranoj? Se kjo të fut në paranoj, këtë. Unë jam në fazën e tretë tani. Të paranojës? Jo, fazën e tretë, faza e paranimit. O po sikur tjetë e vërtet. O bo që nga vërtet, që nga vërtet, fuck it. Edhe që? Është asë gjë. Pështë ato ndesjen e peskë. Që kemi bë. Për që... Se mirë, ne duhet ta bëjmë që kështu, do qeshim, nuk do ta bëjmë që të presim ta marrë. Më mirë të qeshim. Kështu që do talemi pak me të vërtetat e hidhura, sepse është një mënyrë, kjo, jam dhe unë fazën e tretë, kështu të shetë të prani. Për derisa qesh. Okej, yes. Po mirë, si mendon ti, do jetë e ardhmja, shumë e keqe? E keqe? Apo do jetë shumë e mirë? Sepse, pse e bëj këtë pyetje? Ka shumë ndryshime që kanë ndodhur, vërtet mira, për disa njerëz që kanë dalë fare nga errësira, kanë qenë komplet pa ditur se si ju kanë treguar dot asgjë, sot dinë sa gjëra. Edhe unë jam një nga ato për shembull. Edhe kjo është një gjë e mirë, gjithsesi, sepse mund të kontrollosh më mirë jetën tënde, nga shkon, ç'a bën, ç'a s'bën. Nga ana tjetër janë gjithë këto gjërat e tjera që ti përmend, si vetë jeta për një njerëz thjesht, se mua për shkak kjo më intereson. Ata miliarderët, pedofilët, teknokratët bëjnë çfarë duan, unë dua t'i njoh kush janë, po për njerëzit e thjesht për mua, për fëmin tim, për njerëzit e mi dashur, për ty, për familjen tënde, për gjithë ata që na dëgjojnë. Si do jemi? Do jetë gjithçka e kontrolluar. Do jetë gjithçka e regjistruar në kamerë, do jetë sistemi cashless, siç folëm, do ketë komunizëm me hapa të ndryshme. Është thjesht komunizëm ndryshe. Edhe kam përshtypjen se do bëhet mbar botëror, siç bëhet pjesa perëndimore që tash do quhet komplet një Amerikë e madhe, ana e lindjes mesme do quhet Izrael, një gjë shumë e madhe aty.
Me Europën përfundoj me 4-5 shtete gjithë globi. Po. Më kollaj për të kontrollu, për po ne ku do hym? Te sektori i Europës, që shpresoj mos të ngrihet flak. Si ke frikë se do ndodhi? Ka parashikime që mund të ndodhi një gjë të mërshme në Europë? E njëjta gjë ka ndodhur 1933-ën, e tuti, me Hitlerin. E njëjta gjë që po shohim tani. Siç kjo awakening, kjo që dikush dele e thot gjitha të vërtetat dhe po pritur gjithë njerëzit të dinë të vërtetat. Ai dilte fliste gjermanisht në publik, po fjalimet janë përkthy, janë dëgjuar në gazeta, në Amerikë, në Angli, gjithë kanë marrë vesh të vërtetën, po shkuan në luftë gjithsesi. Është një formë karme, është të thonë të vërtetën, kështu jemi, do të shkojmë në luftë, hajde. Faji është joni, nuk ka karma për të. Okej, po çfarë bëjmë? Si ta zgjedhim gjithë situatë? Kemi gjë në dorë? Është njësoj si të them që duhet bindim policinë e shtetit shqiptar që të na lej me bë protestë, dhe të bashkohet me ne. Po çfarë do sjellë protesta? Se ja për shembull Partia Demokratike ka s'mbahet mend që kur bën protesta, janë bërë, ka humb legjitimitetin edhe vlerën protesta në vetvete, aq shumë sepse s'ka prodhuar protesta. Ato që pritej si rezultat. Çfarë do bëj protesta? Një problem kryesor për shkak që e shohun edhe më vret, le të themi, më ofendon në fakti që bëhet protesta sot, edhe sot në darkë, 2 orë pas protestës, kryeministri i Shqipërisë hedh një foto ose një video të diçka që ka pikturuar sot. Po, e bën. Shiko plak me ty e kemi, e kuptoj. Ne i përgjigjen e gjë kështu. Ati si bëhet vonë fare, si të bëjmë, se ne se kontrollojmë do të mundin ati. Kjo është parë, ai e bën dhe me qëllim ndoshta. Bëm këtë gjest, bëm këtë gjest edhe thot as më bëhet vonë fare për ju. Ne çfarë bëjmë? Kjo është problemi, pse duhet të bindim policinë që të bashkohet. Të bindim policinë? Është e njëjta gjë, se të bindim po këtë duket si revolucion. Populli normal amerikan ti thot ushtarëve amerikan, shikoj jeni të gjithë budallëj që po shkonin në luftë për Trumpin. Po s'besoj se do shkojë njëri në luftë për Trumpin apo për një tjetër. Duhet të shohësh, janë se ai lavazh njerëzit. Kam shumë i duar shumë njerëzit shumë. Shohësh të tregoj video që hedh ushtria amerikane. A jeni gati o Iran? A jeni gati? Po ju vim Po si mund të njeriu të arrijë atë gjendje? I drogojnë, çfarë i bëjnë? Lavazh truri? Nuk i drogojnë, thjesht i kanë Trumpi ka thënë që jam i dërguar i Krishtit. I ka thënë ushtarëve të vet. Tani, po ai mund të thotë është vërtet. Jo, e vërtet e di që e kam parë si lajm, nuk e di sa e vërtet është, po e kam parë domethënë këtë. Ka hedhë foto si po dhe ti mendon që ata e besojnë këtë gjë? Do më thëmë edhe qëllimi është dhe të përmbushet një profeci që shkruhet te librat fetar, që është shumë kohë më parë, që kur shkruhet Tora, Biblia që futet. E njoh Torën shumë mirë. Ardhja Antikrishtit. Ai do vi dhe do maskohet si çuni mirë, do ndiqet nga çifut. Është pjesa e profetëve, nuk është e Tora, te Deuteronomit e këtë ose është Talmudi. Këto e presin si Mesia e tyre, nuk e quajnë Antikrishti. Çifutët. Është Mesia e tyre. Dhe kanë mendim shumë të keq për Krishtin. Se te Tora klasike, te 5 libra, se Tora 5 libra ka. Tjerët pastaj nuk i quan si libra të shenjtë. Nuk flitet asgjë për ardhjen e dikujt. E vetmja gjë që thuhet zbatoni ligjin, thot Zoti që ju kam dhënë unë dhe do jeni pranë meje. Pra vibroni pranë vibrimit tim dhe unë do jem aty. Këto tjerat pastaj nuk e di çfarë janë. Janë ligje, janë si mënyra të ndryshme kushtatute, si Talmudi, është nëse ndihesh sikur duhet bësh diçka jo etike, mos e bëj aty ku jeton, shko diku tjetër ku nuk njohin, bëj atë. Zoti e ka kështu me atë shikimin këtu shumë vetë. Totalisht kështu funksionon Zoti. Po është profeci shumë vërtet. Okej, un kam shumë besim te ju, se jemi në fund. Pas kemi bërë 35 minuta, na thot Fiori nga regjia. Unë kam shumë besim, siç e shef, sidomos të rinjt e kësaj kohe, se më duken më inteligjent nga ana emocionale. Më duken shumë të vetëdijshëm për veten e tyre, më duken të vetëdijshëm për botën. Dhe unë besoj që ju nuk do lejoni, ju ti personalisht, po ju të gjithë si frym kolektive globale, nuk do lejoni që të bëheni sklever të kësaj gjëje. Dhe unë mendoj dhe shoh që këta janë në fund. Mund të bëjnë një rrëmuj të madhe për shembull, dhe të krijojnë gjithë të merr që parashikohet, jo vetëm nga teoritë konspirative, po edhe nga realiteti, nga një analizë thjesht kalkulimi i realitetit.
çdo lloj gjë që të bëjnë mua më duket sikur këta janë në grahmat e fundit të shpirtit, do bëjnë edhe i të keqe dhe pastaj dhe bota do shkojë drejt një gjëje më njerëzore. Më për njerëzish, se njerëzit janë, s'mund të kontrollosh 9 miliard veta, e kupton? Ndoshta ndodh ai zgjimi me vërtet, i pa programuar. Thjesht shpresojmë që është duke u zbatuar profecia që besojmë ne, qoftë muslimanë ose të krishterë, dhe jo profecia që besojnë çifutët. E po Zoti fiton gjithmonë. Mirë do ishte. Do ashtu është, do ta shohim. Megjithatë me Ketin ne do jemi çdo javë, do bisedojmë. Kjo ishte thjesht një takim i parë për t'ju dhënë një shije të asaj çfarë do të diskutojmë. Do të diskutojmë për aktualitetin politik, por jo vetëm, se kemi shumë tema për të cilat mund të hedhim dritë mbi të vërteta që ndryshe na janë thënë, dhe ndryshe i kemi besuar, po në fakt realiteti është një gjë krejt tjetër. Kështu ta marrim me ngadalë se është pak e vështirë të çmontosh manipulimin apo gënjeshtrat me një herë. Okej, Dorofsh, faleminderit shumë që ishe me mua. Takojmë javën tjetër. Patjetër. Faleminderit ju. Nuk e frikë nga lufta, edhe një herë. Apo ke? Maksimumi. Okay. Gjë më e keqe që mund të ndodhi. Okej. Unë besoj që nuk do ndodhi gjë e keqe. Okej, megjithatë do takojmë me Ketin javën tjetër edhe do ta diskutojmë përsëri këtë edhe tema të tjera. Mirupafshim.